Kryeministri në detyrë i Kosovës dhe mandatari për formimin e qeverisë së re Albin Kurti nuk ka arritur të sigurojë 61 votat e nevojshme për të nisur mandatin e tretë në pushtet. Në këtë situatë, njohësi i rrethanave politike dhe i shefi i misionit diplomatik të Kosovës në Tiranë, Sy Lukshini, ka sugjeruar që lëvizja vetëvendosje ka ende një mundësi tjetër brenda afateve kushtetuese për ta propozuar një mandatar të ri për kryeministër. LVV ende e ka një tjetër mundësi për të propozuar një mandatar për kryeministër, siç është për shembull Glauko Njufca, nëse mendon se ai mund t'i marrë votat e mjaftueshme në kuvend. Nëse partitë politike nuk dëshirojnë ta dërgojnë vendin në zgjedhje, mund të formohet një qeveri teknike kalimtare, e cila do të merrej vetëm me përgatitjen e zgjedhjeve, siç bëjnë shumë shtete demokratike, ka deklaruar Lukshini. Ai ka theksuar se kompromisi është thelbi i demokracisë dhe ka bërë thirrje për shmangjen e gjuhës përçarëse. Operimi me terma tradhtar, ju jeni me Beogradin e të tjera, duhet të shmangen në diskursin ton politik, ka shtuar Lukshini. Sipas Kushtetutës së Kosovës, nëse përbërja propozuar e qeverisë nuk e merr shumicën e nevojshme të deputetëve, presidenti duhet të emërojë një mandatar të dytë për kryeministër brenda 10 ditësh, i cili ka gjasat më të mira për ta formuar qeverinë. Gjykata ka sqaruar se presidentja nuk ka diskrecion të pakufizuar, por duhet të bazohet në kriterin e gjasës më të madhe për të formuar qeverinë, pavarësisht nëse ajo parti është apo jo fituese relative e zgjedhjeve. Ky mandat mund të jepet sërish partisë fituese nëse ajo deklaron gatishmërinë dhe mundësi reale për shumicën ose cilësdo parti tjetër nëse ajo paraqet prova konkrete për mbështetje në kuvend. Vlen të theksohet se nuk ka asnjë ndalesë mbi kandidatin individual në tentativën e dytë, pasi termi kandidat tjetër nënkupton vetëm raundin e dytë procedural, jo ndalimin që i njëjti kandidat të mandatohet përsëri. Pas dështimit të Kurtit, partitë opozitare kanë deklaruar se nuk do të bëjnë shumicën dhe se vendi duhet të përgatitet për të shkuar në zgjedhjet e reja. Kreu i PDK-s Memli Krasniqi tha se do t'i kërkojë presidentes Vjosa Osmani që menjëherë të shpallen zgjedhjet, të cilat sipas kushtetutës duhet të mbahen brenda 40 ditëve nga data e thirrjes.